Aktualisht është e hapur thirrja publike për ndarjen e subvencioneve për kyçje në gaz natyror dhe për blerjen e kaldajës me gaz, përmes së cilës anvisrit mund të përfitojnë mbështetje financiare deri në 30.000 denar, respektivisht deri në 70% të shpenzimeve të kryera. Ministria e Energjisë, Minierave dhe Lëndëve të Para rikujton se afati për dorëzimin e kërkesave është më 31 tetor 2026 dhe të gjithë qytetarët e interesuar që i plotësojnë kushtet kanë mjaftueshëm kohë për ta shfrytzuar këtë mundësi. Me këtë mas, shteti jo vetëm që u ndihmon familjeve të ulin shpenzimet e investimit, por kontribon edhe në rritjen e efikasitetit energjetik, përdorimin e energjensave më të pastër dhe përmirësimin e cilësisë së mjedisit jetësor. Të drejtë për mbështetje financiare kanë ambisrit që gjatë vitit 2026 do të realizojnë kyçje shtëpiake në sistemin e shpërndarjes së gazit natyror, si dhe ambisrit që do të blejnë kaldaj me gaz natyror për objekt që ka qenë i kyçur në sistem deri më 1 janar 2026. Për një ambisri mund të dorëzohet vetëm një kërkesë. Për këtë mas janë siguruar 3 milion denar, ndërsa mjetet do të ndahen sipas kushteve të përcaktuara në thirrjet publike. Ndarja e mjeteve do të bëhet sipas parimit, i pari vjen, i pari shërbehet. Deri në shterimin e buxhetit të parapar, më shumë informacione janë të disponueshme në faqet zyrtare të ministrisë. Pas përfundimit të afatit, komisioni i formuar nga ministria do t'i shqyrtojë aplikimet e dorëzuara, ndërsa mbështetja financiare do t'u paguhet të gjithë përfituesve që i plotësojnë kushtet e përcaktuara. Ministria u bën thirrje të gjithë qytetarëve që planifikojnë kyçje në gaz natyror ose blerje të kaldajës me gaz të mos humbin mundësinë për mbështetje shtetërore dhe të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm në kohë.